Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk pispili me presh, karrota dhe djath. Është një recetë tradicionale, por shumë e shijshme, është si një kek i kripur dhe i ushqyeshëm. Ne e shijuam jashtë mase, ju sugjeroj dhe ju ta provoni. Le të fillojmë nga puna. Për këtë recetë do të na duhen 2 kokra vezë, 2 karrota të mëdha, 4 fije presh të prerë holl, dhe si fillim unë karrotat pasi i kam grirë, i kam vendosur në një tigan me vaj ulliri për t'i gatuar pak, për t'i zbutur pak. Këtë filxhanin që shikoni, gjysmën e këtij filxhani me vaj ulliri e kam shtuar tek karrotat për t'i zbutur pak, gjysmën e kam shtuar tek vezët, i kam shtuar krip dhe i kam trazuar. I kam shtuar gjithashtu një gotë qumësht. Si që shikoni, më njanë kemi dhe djathin dhe pak gjalp në atë tas. Pasi karrotat janë vrarë pak, do t'i shtojmë preshin. Gjithashtu do ta kaurdisim dhe me preshin derisa të bjerë pak në vëllim, pra të zbutet pak. Pasi preshi është vrarë pak në tigan me vaj ulliri bashkë me karrotën, do t'i shtojmë një gotë 200 ml me qumësht dhe do t'i japim një valë të lehtë dhe me qumshtin. Pra, në total kemi përdorur 2 gota qumësht, një gotë që e kam shtuar tek vezët dhe një gotë që ja kam shtuar preshit për ta zbutur. Kam përdorur gjithashtu pak piper të zi dhe pak piper të kuq, këto janë opsionale, nëse ju pëlqen me erza mund t'i shtoni, nëse nuk i doni erzat mund mos t'i shtoni hiç. I vendosim kapakun dhe e lëm për 2-3 minuta sa të marrë një valë të lehtë të zbutet pak preshi. Tepsia që shikoni nuk është tepsia e madhe e furrës, është një tepsi e mesme, mund të përdorni edhe një nga ato tepsit e xhamit, borxham. E kam spërkatur fundin e tepsisë me pak miell misri dhe pastaj kam bërë përzierjen e harxhës. Këto paketat që shikoni janë 250 gramshe dhe unë i kam shtuar si fillim paketën e parë dhe e kam trazuar, e kam parë masën se çfarë konsistence ka dhe kam parë që ka qenë goxha e ujshme. Kësaj mase do t'i shtohet dhe preshi, për këtë arsye i kam shtuar dhe pak nga paketa e dytë, por jo të gjithën. Duhet të jetë një masë trash, jo shumë e lëngshme, por dhe jo shumë e thatë. I shtojmë masën e preshit, edhe kjo masë është pak e lëngshme, sepse e zihem me një gotë qumësht, kuptohet që ka dhe ajo lagështinë e vetë, e trazojmë mirë dhe pasi e kemi trazuar, e shtojmë në tepsinë e furrës. Në tepsi e shtrojmë duke e shpërndarë një trajtësisht dhe përsipër do ta lyejmë gjithashtu me pak kos, sepse kosi bën të mundur që sipërfaqja t'i mbetet e butë, jo e thatë, pra që mos të kthehet si bukmisri. Si që shikoni, kam një copës të madhe djath, të cilën do t'ja coptoj përsipër. Djathi që unë kam nuk është djath që mbetet në copëza, në fakt edhe pse është djath i bardh, është djath i cili shkrin në të, shkrin si kaçkavall, për këtë arsye nuk do të duken copëzat e djathit më në sipërfaqe. Nëse keni djath i cili copëzat e tij nuk shkrin, mund ta përzieni komplet në mas, mund mos ja hidhni kështu përsipër. Si që shikoni, 2 lugë kos i kam trazuar në një filxhan, mirë që i kam bërë kështu si kos i zbutur, dhe pastaj e kam shpërndar në të gjithë sipërfaqen. Kjo do të bëjë që sipërfaqja e pispilisë të mbetet e butë. Gjithashtu, në tasin që shikoni kam dhe një fet të holl gjalpi, të cilën do t'ja hedh përsipër dhe atë në copëza, për t'i dhënë një aromë
të mirë, gjithashtu për të marrë atë ngjyrën e kuqërrem të bukur. Tani e kemi gati për ta futur në furrë. E fusim në furrë me 220 gradë, derisa përsipër të marrë atë ngjyrën e bukur në të kuqërremt. Në përgjithësi 45 minuta ose edhe 1 orë, varet nga furra që ju keni. E ndajmë në feta dhe siç e shikoni, ky është dhe rezultati. Del fantastike të dashur miq, është shumë e shijshme, ju sugjeroj që ta provoni. Për mua është si një kek, sepse del feta e butë, si një kek me miell misri, por si një kek i kripur dhe shumë i shijshëm. Brenda ka preshin, ka karrotën, ka djathin, vajin e ullirit, është goxha i shijshëm të dashur miq. Ju sugjeroj që ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim. Këtë periudhë të dashur miq kemi bërë mungesa, për këtë arsye nëse keni dëshirë që videot e mia të sugjerohen, gjithashtu që të vazhdoj me video të tjera, ju lutem jepini një like që YouTube dhe algoritma që ka YouTube-i t'ua sugjeroj videot e mia dhe njerëzve të tjerë. Kjo ishte edhe receta për sot, dëgjohemi në receta të tjera.